Nga studio Top Story, kryeministri Edi Rama incidentin me vezë në parlament e quajti rezultati një ezaurimi nervor të Partisë Demokratike. Një pjesë e gjatë e intervistës u bazua tek dekriminalizimi. Përgjigjja është që nuk do të pranoni këto amendime? Cilat amendime? Që ka propozuar opozita? Ligji është punuar për një kohë gjatë bashkarisht. I është dhënë Partisë Demokratike mundësia që të fusi në ligj çdo gjë. I është pranuar çdo vërejtje dhe çdo kërkesë për të hequr nga ligji, çdo gjë që kishte propozuar ekspertët tanë, është votuar me konsensus dhe tani këta, nga që shikojnë që me atë ligj ka ndalë blof plotësisht sepse po u përsëris, asnjë deputet i Partisë Socialiste nuk përfshihet nga ky ligj, duan tani të bëjnë amendime që t'i dalin përpara popullit dhe thonë ja e kapëm një ad hoc kot pa lidhje. Rama ka hedhur poshtë të gjitha akuzat për influencim tek gjyqësori në lidhje me Armando Prengën. Qofse unë do kisha në kontroll gjykatat, minimalisht përpara gjykatës do ishte Sali Berisha dhe Lulzim Basha për 21 janare. Përballë debateve të brendshme në Partinë Socialiste në prag të Kongresit, Rama ka mbajtur këtë qëndrim. Që ne duhet të riformulojmë statutin dhe duhet të marrim modelet demokratike të partive që zgjedhin kryetarin me një antar një vot dhe përkatësisht t'i referohemi modelit Partisë Laboriste. Edhe njëherë tjetër, kryeministri ngulmoi se byroja kombëtare e hetimit është dakordsuar nga Basha. Drafti i byros kombëtare të hetimit është 100% i dakordsuar me Partinë Demokratike dhe përkatësisht me Sali Berishën dhe me Lulzim Bashën dhe i konfirmuar me shkrim nga ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shihni fytyrat dhe vendoseni se cila nga fytyrat ju thot vërtetën. Ruaj vezën e zotit Basha. Dhuratë e bukur. Apo jo? Do ta ruani vezën zotit Basha. Besoj në zyrë. Dhuratën për ju. Zoti Basha nuk bën dot asnjë vezë. Dhe në drejtimin e tij, Partia Demokratike nuk do ta bëj dot një vezë.